Ekspozit me artefakte, foto dhe dokumente të ndryshme të kohës, të cilat tashmë janë pjesë e arkivave të Muzeut Historik të Vlorës. Një ekspozit që vjen në kuadër të 29 nëntorit në 81 vjetorin e çlirimit të vendit. Përgjegjësi muzeve në Bashki Skënder Spaiu ka konfirmuar se kjo ekspozit ka një vlerë dhe një rëndësi të veçantë që tregon informacione dhe dokumente shumë të rëndësishme mbi luftën e dytë botërore dhe fitore ndaj nazifashizmit. Në këtë kuadër të kësaj dite të fitores mbi nazifashizmin, çlirimin e Shqipërisë në 81 vjetorin e kësaj lufte, ekspozita ofron artefakte dhe dokumenta të ndryshme të kohës, të cilat ndodhen në fondin arkivor të muzeut. Gjithashtu kemi armë të ndryshme, kemi elemente të ndryshëm, kemi blogje shënimesh të ditar të mbajtur nga partizanët gjatë jetës dhe veprimtarisë së tyre të inkuadruar në brigadën e 12 dhe brigadën e 5 sulmuese. Gjithashtu kemi edhe dokumenta të tjera të dala së fundmi nga arkivi i shtetit, të fotokopjuara të cilat dëshmojnë për veprimtarinë e këtyre burrave, djemve, grave dhe vajzave që inkuadruan në formacionet partizane dhe që gjaku dhe jeta e tyre e anuan Shqipërinë nga kampi i vendeve që e fituan luftën e dytë botërore nëpërmjet përpjekjeve dhe luftës së tyre çlirimtare. Në gjitha këto elementë që ne kemi paraqitur kanë autorsinë, janë të gjitha ata persona që i kanë përdorur, kanë shkruar, kanë dorëzuar sendet e tyre në fondin e Muzeut Historik të Vlorës. Ne kemi ekspozuar në ambientet e pavionit katit të dytë për të dëshmuar këtë epopë të lavdishme të shqiptarëve, të vlonjatëve dhe mbar Evropës kundër nazifashizmit dhe pushtimit gjatë luftës së dytë botërore. Spaiu konfirmon njëkohësisht se në të njëjtën kohë tregohet qartë edhe rëndësia e krajinës së Vlorës në luftën e dytë botërore dhe ndikimin e krajinës në fitoren dhe rreshtimin për krah vendeve fetimtare pas luftës së dytë botërore. Në luftën e dytë botërore janë rreth 1020 njerëz me statusin dëshmor, nga këta kemi 20 heronj të popullit, të cilët i përkasin jo vetëm qytetit të Vlorës, por dhe rrethinave të Vlorës, sepse në atë kohë të gjitha listat dhe statistikat janë në bazë të rrethit, njësive administrative deri para viteve 90, dhe të gjitha këto e dëshmojnë Vlora dhe rrethinat e Vlorës, pjesa e bregut, ka mbajtur një peshë shumë të madhe, krajina e Labërisë një peshë shumë të madhe në luftën nacionale shqiptare. Vlora pati rreth 6439 pjesëmarrës në luftën e dytë botërore, ndërsa heronjtë të popullit janë 20. Dëshmor total nga fshati dhe qyteti në Vlorë në luftën e dytë botërore janë 1020. Nga këta 237 janë nga qyteti dhe 783 janë nga fshati.